E me neve Marigona Stavileci nga hoteli 12 do t'jetë këtu me shumë emocione, jo, po me shumë të reja, me shumë risi e me shumë gjëra duka. Marigon, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. A je çu mirë, a ke flajt mirë? Po, mirë shumë. Çu keni kalu ti e ki let, kus merr xhumin flan në hotel. Jo, në zona herët, se i kom ato ritualet e mëngjesit, kështu që po, me detimet e këto, a? Apo reflektimet, po. Po, thonin ko. Apo talojnë telefonin me veti me bo video në ko? Jo. Stalojnë. Jo. Nuk e lo. Marigon, e dim që hoteli 12 është njëri prej vendeve bukura të qytetit tonë, për vendeve kyçe, me një pamje është zakonisht mirë, me një pritje të mirë. Po më intereson, a ishte një vit i mirë, çush ishte viti 2025? Ka qenë, po, një vit shumë i mirë, i suksesshëm. Kemi pas sfida të vogla si çdo biznes, mirë po kemi arrit që me kohë me adresu, me menaxhu që shërbimet finale mos t'jenë të mos ketë efekt negativ. Po. Një sfidë pak më të madhe, të cilën edhe për atë kemi bërë zgjidhjen, është që kemi pas shumicën e periudhave kemi pas më shumë kërkesë se sa kemi hapësira akomoduese. Kështu që si që përmendi edhe Lumi, ne po rritemi së shpejti në fshat do të hapet edhe një hotel tjetër. Kështu që mysafirët tonë mund të zgjedhin ku po dojnë? Më mirë në fshat apo në qytet. Po. Atëherë urime për pikën e re të hotelit, me siguri do t'jetë shumë bukur sikurse hoteli 12 që është në qendër të qytetit. Po më intereson gjatë këtij vitit, a ka pas në rast në kush që ka harru fëmin për shembull aty? Po, disa raste. Po, tu harru me kas fëmin. Veç puna me ik për fëmijë. Deri tash jo. Pra nëse ka raste vi në emisione tjera. Marigon, sonte si gjatë gjithë vitit, edhe sonte do t'jeni në punë, do të punoni kështu si hotel? Patjetër. Stafi jonë është në punë, po aktiv 24 orë. Kështu që dikush do t'jetë atë gjithsesi. Normalisht. Ka njerëz që vinë edhe dëshirojnë me pritje të ri, po. Patjetër. Atëherë po mdoket edhe unë pas na më rezervoj një dhomë e me shku pak në shtëpi, pak në hotel, ja po bëj dorë. Me pamje nga e ardhmja. Marigon, falenderoj shumë që erdhe. Faleminderit për ju. Edhe falenderoj që jemi bashkë si emision, ju kemi hotelin 12. Edhe t'ju uroj gjitha të mira. Përshëndetësi, edhe unë deshta më uru 2026-ën, shëndet së pare, ma shumë mirësi, meditim, reflektim edhe pozitivitet. Inshallah. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Të fala i bën gjithëve e mirupafshim.